Çfarë po bën ti Lorena? Unë hiç po rregulloj 1-2 fasheta këtu te kompjuteri im, po edhe i kartë bardh që të shkoj me temën, se kisha një të zezë hoqja aty. E s'mund ta bësh këtë punë ti gjatë ditëve tjera, po do ta bësh tash Ja. në podcast? Pa do t'ju tregoj njerëzve që ditë bëj dhe kompjutra, pavarësisht se meshkujt se besojnë. Po këtë kompjuterin e ke ndërtuar vetë normalisht. Kështu që je bizgjidhe vetë. Që sot s'po jap shumë detaje unë. Kurse unë jam të bëj kompjuter për i klient. Kam porosi për nesër. Po si ka mundësi se para 2 muajsh s'na dhe shumë shpresë për kompjutra të rinj edhe për upgrade. Po pra s'dha shumë shpresë, po kur fola unë atëherë, më kishin hedhë në Reddit edhe kishin fillu të utallë me mua. Me thonë, o profeti Alban, si do eci puna me gruan time, apo dëgjon se ç'kishin fola ne më tonë, se kisha thonë unë që në janar do ngrehen çmimet me 600-700%. Tash I kam shik momentet. Ato janaret, po unë Po si është situata sot? Ka më rame, ka më karta grafike? Ka më? Nuk se do e ndash, domethënë, do blesh RAM apo do blesh makinë për shkakun. Dolën parashikimet me çmimet? I te e kaluan parashikimet. Po te e kaluan parashikimet e çmimeve. Shit, na bëj Allah se do të Po mirë, prapë është lajm I mirë që klientët po I gjejnë mundësitë që t'i blejnë pavarësisht çmimeve. Po. Përpara për shembull, shiçim diku ke 130 euro RAM premium 6000 MHz, kurse të shishet 350 euro RAM pa lidhje 4800 MHz. Ka I fare ndryshimi muhabeti. Të shi është kthy kështu RAM sa për nevojë, sa me nes kompjuterin, nuk është më RAM I kështu lux. Du lux, domethënë, e du 6400, se ç'poshin ca muhabete për shkakun ka humb kjo me datë 5 janar për shkakun kur thoshin po RAM kështu apo jo më ger. Jam tu pa geri. E shfut aty ke cepi. Edhe po ha. Ne punojmë aja. Si derr ke cepi aty. Po geri ha I qet sepse bëri atë upgrade-in para se të shkojnë. A ke RAM 8000? Po mirë. 8000 MHz. Situata si po shkon, a ka ndonjë lëvizje nga korporatat të dalë në një prodhim I ri? Jo, Kina është fut kështu me kompani shtetërore tash. Edhe duke sikur po fut të DRAM 4 edhe 5, po me çmime kështu të pranueshme, domethënë goxha më lirë. Disa herë më lirë, domethënë se sa këto kompanive standarde si Samsungu edhe Hyunix. Edhe duket se unë trashem pak kur edhe punoj edhe flas, jam kështu me single core. Je mashkull. Jam mashkull. Single core edhe s'punoj dot në 2 gjona njëkohësisht. Po duket sikur ai do japi I fare zgjidhje, atë po presim. Megjithatë, po cilësia premton? Tash kur ke apo është akoma kur mrena fjalisë përfshin edhe fjalën kin, nuk premtohet cilësia. Po ku I dihet? Ti kishe 2 shin, po kur s'ke pulën do hash sorrën. Kështu që masane unë jam shqiptar, nuk është se kam luksin me shakinën. Se nesër se prodhojmë ne gjot hajrit, po ideja është shquhemi për ne farë cilësie. Se që pas kam vërë një sa 2 të kotun këtu, do kem testuar në një artist. Ke testuar artist tjetër. Po që ideja është që që po thoshu? Kina, po, te Kina. Ideja është që na duhet një kompani e fuqishme që I thujnë këto, sepse gjithsesi është I ka arrit me pikë që për shembull po montohen kompjutra me RAM kështu të markave të afirmume si Crucial, megjithëse Crucial hapi krahun, po ka akoma stok. Po ndërtohen me ramet shumë më low-end që kanë ato, më të lirat e mundshme, sa me nes kompjuterin, si me thonë, sa me nuk ka më kështu lukse me frekuenca shumë të larta, apo po kur të mbaroj ky stoku? Kur të mbaroj stoku? Kur të mbaroj stoku aktual? Është I gjë që njerëzit kur I shtyn cep
fillojnë mendojnë, domethënë dalin nga gjendja stagnante që janë mësuar me ne Po i kështu, mbështet me masurit. i pas gjonat ke goja edhe fillojnë e gjejnë zgjidhje. Domethënë Instinktin mbijetesës. janë bë disa kompani, disa lobe, le të themi, që për shkak të përfitimit duan që kjo krizë të zgjasi, se përfitojnë financiarisht sa më shumë. Një janë totajis, e dyta për shembull është edhe fakti që to se tregojnë, po është një arsye tjetër pse s'ka ram, është se Kina ka mineralet bazë që prodhojnë qarqet. Edhe ja ka pre Amerikës, meqense Amerika i ka bë embargo, edhe këto i kanë bllokuar edhe nuk kanë material me prodhu rame, çipet e rameve. Kjo është një e vërtet tjetër, domethënë, që nuk tregohet. Qëndron ky fakti që nuk ka material. Po Nuk është spekulim. Nuk është spekulim se Kina ka Afrikën, ka 30 vjet që i ka pushtuar gjithë Afrikën. Pra gjithë materialet bazë i merr Kina e para. Çdo gjë varet nga Kina, 70% e elementave, mbi 70% vijnë nga Kina. Kështu që Kina këto i ka myll. Edhe Samsungu të shi që mos thonë, domethënë, ideja është çdo gjë është e varur nga Amerika, hence e varur nga Izraeli, se Izraeli kontrollon Amerikën edhe shumë shtete të tjera të bëme bashkë. Po s'po hyn politikës. Po. Tashti ideja është që mos thonë to që atë punë i kena rrit çmimet sepse na ka bllokuar Kina edhe s'kemi material, kështu që këtë stokun që kemi edhe që e marrim me pikatore do e shesim me çmim super ultra premium, edhe do zihemi kush ta marri. Po ta thon këtë, Amerikë si bin, më fal për shprehjen brek akoma. Edhe nuk do që të dali keq. Do të thotë që shikon na futi Kina edhe s'kena ç'i bëjmë. Edhe do thotë që ai ja ka bler gjithë ramen, domethënë edhe s'ka ram. Si pasoj s'ka SSD, si pasoj tash s'po prodhohen as procesorat, po. Ato wafer, ato është problem, domethënë shumë shpejt do shifsh një krizë procesorash. Po vazhdon kështu, domethënë nuk do kesh më menduam se procesorët nuk do prekesh. Procesorët do preken që ç'kem atë sepse prapë edhe ato varme nga njëjtat materiale që i prodhon, që i nxjerr Kina si lëndë parë janë. Kështu që do preken edhe ato procesora. Që ideja është Kina me qenë se e ka bllokuar rubinetin, e ka hap ke vetja edhe është tu tentu me kap tregun. Edhe si ve fajtesh se të kur i bën embargo. E rëndësishme është që të na nxjerr produkte ne na intereson që këto zihen edhe të dalin alternativa, po pra. Çmime të arsyeshme. Që të kemi mundësi, domethënë, me ndërtu kompjutra. Po një arsye tjetër është edhe kjo që gjithë korporatat e mëdha për shembull përfshin Nvidia nuk ka interes më me shit kartë grafike konsumatore se ka aq shumë data centera që në momentin që Fluska ka plasë, kena thonë këtë që ka plasë në 2023-shin, po që mahet se është ndrysh kjo kriza si nga herët e tjera. Me qenë se do i dalin jashtë lojë ato serverat, data centera do i shfrytëzojnë për shembull cloud gaming. Tyne nuk i intereson më që ti të kesh kompjuter ke shtëpi, tyne intereson që ti të bësh gaming online, me subscription. Siç e kanë bërë gjithë, tash duhet të abonohesh që të lush. Pra, duhet ta abonosh kompjuterin që të lush, ku dëgjon, një idiotlik i tillë, domethënë, edhe fatkeqësia më e madhe është që njerëzit kanë ra prej kësaj, edhe njerëzit vetë po e shtyjnë një idiotlik tillë, se unë e shoh edhe në forume kur diskutoj. E mbështesin se fenomen. E mbështesin se janë idiot, më fal për shprehjen, po janë komplet, domethënë gjithë to fatkeqësi siç që edhe Covidi, njerëzit e bën, se bën ato. Ato thjesht hedhin grepin gurin edhe zihen njerëzit me njëri tjetrin. Këtë janë të bolla tash edhe në shoh në forume, po jo se unë me $7, me $5, $7, domethënë luj sa du, më ka ec mirë, s'kam pas probleme, edhe ja vlen pse të bëj upgrade 1-2, domethënë e shoh që thonë të njëjtat llafe, që thonë korporatat kur bëjnë marketing, domethënë aq lavazhi është bërë, aq e ka bërë punën. E ka bërë punën marketingu, domethënë edhe sa më shumica mendojnë kështu apo ka. Shiko, tash janë pakica, po avash njerëzit duke qenë me atë parimin e deles në kope, do bëhen shumicë. Se unë s'di ç'prehem kështu shumë pozitivisht, domethënë. Më përpiqu të jesh sa më pozitiv. Jam shumë kështu, kam mlef kështu nga mrena. Nuk e ndrejqim dot sistemin duke
shpërblef. Do më thënë përveç delet edhe i ham, për shumë. përveç individëve që janë kështu nostalgjike dhe që duan PC ke Shku shtëpia. nostalgjie PC ke shtëpia. Ja po të morën një Po lojë për na i shembull. shpjego pak të. Të marrim një lojë që latency është shumë i rëndësishëm. Këto lojnat që janë kompetitive online, si Counter-Strike, ato lojnat si lojnat LGBTQ si Valorant me shok, domethënë, fuzion Fortnite për kalamaj 9-5 vjeç. Se këto lojnë, domethënë, po shpreh edhe vlerësimin tim për këto lloj lojësh. Po sidoqoftë, ideja është që këto lojrat kanë nevojë për latency. Tash ideja është që shumica e njerëzve, duke mos pas dije dhe duke mos dash me arrit dijen, nuk kuptojnë gjë. Pse është i rëndësishëm motherboardi për shkak. Bordi kryesor, bordi mëm, e thon shqip. Po, me që ndale këtu na i tregove pak rëndësinë e pjesëve. Po pra, kjo është ideja. Pse duhet bordi mëm të jetë premium? Edhe pse ka diferenca mes bordesh, domethënë, nuk është se ti vej motherboard, vej board mëm, vej edhe procesor, vej RAM-in ti edhe vune kartën grafike dhe do të punoj kompjuteri i saj. Si kompjuter tjetër me pjesë pak më premium. Kush ka më shumë peshë të këto pjesët? Në çuptim. Kush është më i rëndësishëm? Nga pjesët e kompjuterit. Nga pjesët e kompjuterit më e rëndësishme nga gjithë është grupi i ushqimit. Pse? Do thonë, grupi i ushqimit është më i rëndësishëm sepse grupi i ushqimit është kryesori që shërben për ushqimin me voltazh të VRM-ve të bordit, që janë to voltage regulator module, domethënë që janë regulatori i voltazhit, modulet e regulatorit të voltazhit të bordit. Këto shërbejnë për me kthy voltazhin nga 12 volt nga grupi i ushqimit me e çu në 1.ca volt sa do procesori, domethënë. Njëkohësisht shërben me ushqy kartën grafike me voltazh, se këto dyja, karta grafike, procesori, janë pjesët që konsumojnë më shumë nga gjithë pjesët e kompjuterit. Këto janë kryesore. Këto janë ato që konsumojnë voltazh. Kryesisht karta grafike kur lu sidomos në rezolucione mbi Full HD të larta, edhe ngrej ato parametrat e grafike të lojës. Tash ideja është që grupi i ushqimit po nuk që mark shumë e mirë, edhe i ndërtuar fizikisht shumë mirë si model, ai momentin e parë që ti e ngarkon, në radh parë nuk qit watazhin e duhur. Një grup ushqimi nuk e nxjerr watazhin maksimal, qofse nuk është i certifikuar si mark, edhe Po për shembull unë vi me një ushqys si klient, edhe them me kam 850 watt. Po ja tregoj unë ty 850 sekondë se do të dal jashtë kamerës. Po. Ndërkohë unë po marr pak hapësirë. Të rregulloj këtë. Ky grupi i ushqimit këtu. Lejohet me thonë e llaf në kamerë? Ky është 850 kaka. Jo, ky këtu. Ky është Enjoy Alpha Plus 850. Këto janë kompjuterat. Do të thonë konkretisht si është historia e këtij grupi të ushqimit, është një klient që kishte pjesë të mira, apo kishte këtë pislikun mrena. Edhe erdhi, edhe tha, domethënë, çka ka që shko me kompjuterin tim? Edhe i thash, kjo gjëja nuk bën. Domethënë nuk bën se ky thot 850 watt edhe ky mund nxjerrë maksimalisht 500 watt. Domethënë me vetë. Nga 850 nxjerr 500, thua. Është problemi vetëm aty. Domethënë problemi i këtij lloji pisliku, ky që bo qef, enjoy, domethënë, enjoy bof shef, domethënë kur ta vesh këtu, edhe enjoy kur të plas karta grafike ti dalin xixat edhe shpresojmë. Kur thotë ai shoku jon Mirsadi del lazeri kështu nga procesori edhe djeg shpinë. Pra ideja është që këto grupe të ushqimit, momenti që ti ngarkon për te kapacitet se janë të ndërtuar kështu, janë bastard nga brenda, janë të ndërtuar shumë keq, nuk kanë as mbrojtje në hyrje, nuk kanë filtra ndalje, nuk kanë mbrojtje ndalje, nuk kanë. Shumë ideja e grupit të ushqimit është që kur ti e ngarkon për te kapacitetit vet, kjo vetë mrohet. Domethënë që mos me djeg dy pjesët, që mos me lyt menç, mos me plas, ky stakohet, të fik kompjuterin. Le të themi, ky është 850 watt. Nëse ti ke pjesë që shkojnë 850 watt e sipër, edhe ky e detekton që ti po tërheq atë lloj watazhi, ky stakohet që ty mos me ta djeg kompjuterin. Kjo është thelbi, domethënë. Jo vetëm që ky nuk është çështje që truaj veten, është që me truaj pjesët ty. Po edhe të mbroj veten, po kjo është dytësore ke parimi i ndërtimit të grupit të ushqimit. Tash ky gjëja nuk i ka asnjë nga ato. Edhe çfarë ndodh është momentin që ti e kalon watazhin prej 500 watt, kur ky është 850, ky bën spikes. Domethënë, çfarë kanë përbashkët grupet të ushqimit
jo cilësore është që kur ngarkohen përtej limiteve të veta, kanë luhatje voltazhi. Pra, nga 12 volt, ai një mikrosekond mund t'ia fusi 20 volt. 25. Varë. Nuk ka një voltazh të qëndrueshëm. Po, edhe ka voltazh quhet voltazhi pisët. Do të thonë nuk ka voltazh të pastër, një grup ushqimi i tij nuk është stabil, ka microspikes gjatë gjithë kohës. Edhe në ngarkesa të ulta, mos harrojmë gjë. Ky thot këtu 80 plus gold. Ky është 80 plus gold, ky mund të jetë minus 80 plus kak. Edhe ideja e këtij është që certifikimi është ky. 80 plus do të thotë që një grup ushqimi në 50% ngarkesë nxjerr 80% rendimentit vet, mbi 80. Do të thonë 80 plus bronze do të thotë që nxjerr diku ke deri ke 85% 80 plus gold është mbi këtë gjë, shkon gati 90% rendimentit vet, nën 50% ngarkesë, jo 100% ngarkesë. Mbi 90% pastaj janë 80 plus platin, pastaj hyn edhe titanium që janë kështu certifikime, domethënë jo formale, jo certifikime të domosdoshme. Ideja është një grup ushqimi që është platin, po është high-end fare, shkon 99%, gati 100% rendiment. Nuk ekziston, po 99% rendiment. Mbi 98, mbi 99. Në 50% ngarkesë ai quhet titanium, pse ka edhe certifikim tjetër, po hym ke memet pastaj edhe s'ka sens me përmend. Po e mesme e art, cila është? Në kuptim. Në kuptimin për të ndërtuar një kompjuter. Për të ndërtuar një kompjuter bëhet veprohet në këtë formë. Radh parë herë zgjedh, këta edhe më ke koshi edhe herë ku e gjetëm. Radh parë herë zgjedh bon llogarinë e pjesëve. Pra, çfarë karte grafike do vesh, çfarë procesori do vesh, çfarë pjesësh do montosh brenda, e bon llogaritë e watazhit. Pra, llogaria e watazhit bëhet duke pas parasysh se sa këto pjesë që ke ngren maksimalisht. Jo sa ngren minimumin e tyre. Pra, nëse unë këto i shfrytëzoj edhe i bëj stress test gjithëve për i herë, procesor kartë grafike kryesisht, domethënë, nëse procesori kap maksimumin 250 watt, jap një ide, domethënë, nëse është, le të themi, 200 watt, po të ngarkohet në 100% ngarkesë, kap edhe 250 watt. Edhe karta grafike, le të themi, është po ashtu, 200 watt, po ta ngarkosh shkon 250 watt, atëherë kemi të bëjmë me një kompjuter që kërkon minimalisht 500 watt, shto tolerancë plus 20%, 20-25% gjithmonë bëhet kjo, do shkoj ke 550 watt ngarkesa kompjuterit. Në rastin kur ne kemi një kompjuter që po ta ngarkosh maksimalisht komplet si tërësi, si njësi, shkon 550 watt, automatikisht ne kemi të bëjmë me grup ushqimi minimumi 750 watt. Marke, jo Enjoy, Colink. Do më thënë duhet një watazh tolerancë. Sufi, Link, ku digjon, urdhro? Duhet një tolerancë watazhi për 200. Grupi ushqimit ka maksimalen, kur thot 750 watt plus bronze për shkak, do të thotë që ai ka rendimentin maksimal ose optimal 750, ai mund shkojë edhe në 900, po ta shtysh se mund të jetë i ndërtuar shumë mirë fizikisht, po a do plas brenda sekondit, a do zgjasi javë. Më mirë mos ta bëjmë atë. A do plas mas 5 minutash, kjo nuk di. Plus si stakohen, grupet ushqimit moderne stakohen. Dikur plashin kështu mas javë, po aktualisht stakohen gjithë. Do të thonë e kanë certifikime, kanë detyrim me ligj. Pra ideja është ky ka 750 watt optimalin, që do të thotë që grupi ushqimit duhet të ketë gjithmonë tolerancë nëse s'do që ta vdesë shumë shpejt grupin ushqimit, edhe kur të vdesë ai të marrë një pjesë me vete. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Këto grupet e ushqimit kineze kështu me këto emra të çuditshëm, zakonisht kur hapin krahun, e hapin shoqëri, domethënë, me shok me vete, në kartë grafike, në procesor kështu, çat gjë, domethënë ai board. Ideja është kur vendosi grup ushqimi 850 watt dhe është kinez, mund të jetë kinez cilësor, mund të jetë CVT, Great Wall, po të jetë një markë shu, se Great Wall CVT për shumë prodhojnë janë OEM për kompani tjera, ke edhe Corsair nga këto marka, domethënë, po atje ka një kusht, domethënë që i vën që i bën kërkesë business to business ai prodhuesi. Edhe i thotë që shiko, do ma prodhosh, thotë do më prodhosh kaq mico, po duhet të jenë këto kushte cilësie, edhe aty nuk lu. Po kur i prodhon vetë, do më thënë lu. Kurse këto grupe ushqimi që po diskutojmë të tjera, këto janë jashtë çdo lloj kushti, do të janë grupe ushqimi Temu, AliExpress, Alibaba, ku digjon, kështu kompanish do më thënë. Këtu vetëm Ballkan qarkullojnë, është si puna e tij. Çfarë është ai motorri, si e ka ai motori më?
Coco Bobo. Jo Coco Bobo, Coco Jumbo, kur I thot Klajdi shoku jon. Jo më janë ca motora që I kanë hyrë tash kështu. S'po më kujtoj emri. Janë si puna e Që T-Maxit edhe imitojnë symin, mos ka bërë? jo simin, imitojnë Hondën, kryesisht edhe Yamaha, janë ca marka, është një markë që ka hyrë këtu në Shqipëni edhe ekziston vetëm në Shqipëni, vetëm në Ballkan domethënë. Nuk ekziston as i vend tjetër. Kështu janë edhe këto grupet e ushqimit. NAS. NAS ADV, NAS X Max X që janë ca. I njëjti idiotlik si këto motorat 5 lekësh, janë edhe këto grupet e ushqimit 5 lekësha domethënë që s'bëjnë 1 lekë. Si përfundim, mos kursej. Pra ideja është që gjoja e parë mund të kursesh ke ndonjë pjesë tjetër që të luhati çik performancën, jo cilësinë, po mos kurse kur ke grupi ushqimit. Edhe normalisht duhet llogarisësh të paktën 25% tolerancë ke grupi ushqimit. Nuk duhet ta hash atë. Domethënë mund të shkojë grupi ushqimit, bile si 25 është pak. Mund të shkojë grupi ushqimit, mund të shkojnë pjesët të konsumojnë vatar sa 70% e dhënave të grupit ushqimit, jo më shumë. Në një kohë caktuar, jo non stop. Pra, nëse unë kam 550 watt pra pjesë këtu që po më konsumojnë, ju duhet keni grup ushqimi 750 watt plus bronz. Corsair, Be Quiet, VGA, Seasonic, Superflower, Gigabyte. Edhe Gigabyte I Aorus është kryesisht ai më premiumi. Po edhe këto gët, se i gët nuk janë keq. Qa markash ka tjera që ja vle me përmend. MSI. FSP-ja nuk është keq, domethënë, pavarësisht se është Natgat, kujtojnë tjerët se është kines. MSI është shumë mirë këto kohët e fundit. Nuk ja kam mësuar akoma kush është OEM-i, kush ja prodhon, se shumica e këtyre nuk I prodhojnë vetë, domethënë, tjetër kush ja prodhon. Po përveç Seasonic është, e kam thënë gjithmonë, është Kalashnikovi I grupeve të ushqimit, është premium shumë. Po edhe këto tjerët që prodhohen nën produktet Seasonic janë shumë premium. Kështu që këto marka rrini, po pat edhe Thermaltake, Tough Power, ndoshta në 8 plus Gold që është kështu Superflower se si Sonic ja vlen. Janë grupi ushqimi shumë të mirë. Këto Smartat, të lirët e Thermaltake-ut janë bastard, mësuaf. Cooler Master I ka shumë keq. Hiq një 2-3 modele nga Cooler Master, I tjerat janë bloz, domethënë janë skandalos, janë gati çik më mirë se këto. Kines kështu. E kuptuam, të grupi ushqimit nuk duhet të kursejmë. Ku kemi tolerancë? Grupi ushqimit nuk duhet kursesh edhe duhet grupet e ushqimit bleni gjithmonë marka edhe vatazhi I duhur. Këto dy gjonat janë, domethënë rrini ke markat premium edhe s'keni problem. Ku kemi tolerancë të kursejmë? Po. Kështu si kanë shku punët do kursesh shumë ke SSD-ja, do kursesh shumë ke RAM-i, po le të themi që ose jemi situatë, domethënë jo absurde, surreale si që është të shikë, po të jemi me situatë ku nuk ka ndodhur gjë, domethënë. Mund të kursesh, mos hysh ke markat premium G-Skill, mos hysh ndoshta ke modelet premium të këtyne markave si Corsair, Thermaltake, Kingston, mund të hysh ke modele bazike, le të themi, mos me hy ke Nighthawk të timi, mund të marrësh në Team Elite për shembull. Ose nuk merr për shembull rame si ky Corsair Dominator DDR 5, po merr Corsair Vengeance. Që parasysh janë punën e bën. Po ky ka ftofs më premium, po edhe me në marke për shembull, ky Dominator është I shtrenjtë në raport me ramin që keti këtu për shembull, që është I mirë, po nuk është super high-end, nuk është premium. Po, unë pavarësisht se nga kasa duket shumë, kam kompjuter modest. Për disa tjerë mund të ishte luks. Po mirë. Varet se çka modest. Kurse rami pra mund të mund mos shkosh me SSD-ja për shembull, le të themi në gaming mjafton që të jetë NVMe. Mos të jetë SSD. Po çfarë do lloj SSD në gaming nuk prish punë. Në lojra nuk ka ne ngarkesë që duhet se zboni SSD monstruoze, si për shembull ato kompjutet që ndërtojmë ne për arkitekturë ose ato për animacion, që shko kompjuti 10.000 euro. Te profesionalet? Te profesionalet mund duhet sepse ka fajle për shembull AutoCAD që shkojnë me giga, edhe I hap hard madhe shumë edhe SSD-ja duhet të jetë shumë I shpejtë kur e bëni gjë të tillë. Pra ke të bësh me bottleneck ke SSD-ja me raste. Procesori s'po të përdoret, karta grafike s'po procesi të bëj render. Po e të hapi file ekstrem të madh, edhe nuk të pret koha, ose të bezdis fakti që file ngec, ke parasysh zbardhet I moment AutoCAD-i edhe do I cop kod, domethënë ta kaloj pra SSD-t në kompjuter profesional,
kur bëhet workstation, nuk është më PC gaming, po është workstation, që mund të jetë gaming normalisht. Në këto raste nuk ka më vend për SSD të mesme ose të lira. Duhen SSD si 9100 e Samsungut, SSD si Crucial P5, këpërsi duhen SSD premium që i kanë read and write mbi 7000 MB për sekond. Me thonë shkojnë deri në 13 giga për sekond, janë goxhat shpejt. Këto SSD s'kanë as lloj bottleneck, këta janë të domosdoshëm, po ideja është të paktën duhet i SSD që e ka 5 GB, le të themi të paktën write-in, se ajo është i rëndësishëm, se reading gjithmonë e kanë lart, aty mburren, po write është ai që duhet. Tash ideja është që gaming nuk është e domosdoshme, edhe SSD më dysh me Po thua ti se është e domosdoshme, po ka njerëz që Jo, nuk më intereson se ç'a duan njerëzit, më intereson, ne po flasim nga ana teknike se ç'a duan njerëzit duan ai qiqër më hell. Pa mirë se unë do merrem me ç'a duan njerëzit. Dramatizojmë pak situatën. Ideja është në computer gaming është minimumi 500 MB për sekond edhe jo hard disk mekanik, se këto lojna që janë AAA të sotshme, domethënë që s'bëjnë lek, po që këto lojnat moderne që kanë tekstura të larta, më the tash e duan shumë bëjnë read gjatë gjithë kohës kur bëjnë anë pak teksturat nga hard disku ngecin. Pra duani SSD që i ka paktën 500 MB read and write. Pra e shfrytëzojnë basin SATA 6 GB për sekond maksimum. Minimumi. Këtu nuk ka nevojë. Mund të merresh një M2 shtill, mund të merresh një NVMe PCI Express 3, mjafton, ose edhe 4, është 4 akoma më mirë. Po që mund ta kenë, le të themi, 900 MB për sekond write me 1.5 GB ose 1500 MB për sekond read. Parasysh çmimet aktualisht mjaftojnë me. Si kanë shku çmimet, to SSD e kryen punën shumë mirë. Ose mund të shkosh ke këto super luxet, pastaj mund të fillosh ke këto që diskutuam më përpara për workstationat, kur s'e ke problem lekun. Po kjo është pjesa tjetër. Kurse ana tjetër pastaj janë gjitha të varura, le të themi, nëse merri procesor që ka TDP, atë watazhin, heat dissipation, do të thonë që 200 watt, le të themi, do marrësh i ftofës që është mbi 200, do të thonë. Du të marrësh i ftofës që ka tolerancë një 40% mbi, sepse këto procesorët modern, sidomos të Ryzen, AMD-a edhe Inteli me këto procesorat e vetë mediocre, se s'është shumë la. Unë s'jam fan si asnjërit as tjetër, po fatkeqësisht Inteli është dobësu shumë. Po le të themi, procesorat e ri kanë si parim vetë ku shohin hapësirë për ftofje, kanë ftofës të mirë, ato ngrenin frekuencat maksimum në vetë. Pra, mundohen me kap dhonat teknike në letër. Kjo është ideja. Nëse ti vën një ftofës që nuk është maksimum në vetë, ai do bëj throttle. Pra, do kapi threshold, do kapi limit temperaturë, dhe do thotë që ok, tu stop, s'kam ku shkoj më, edhe do uli frekuencën. Ose do shkosh në kompjuter me ujë apo me ajër. Se shpesh pyesin klientë. Kush është më mirë? Gjithmonë deri ku bën ajri, pra deri ku ka limitin maksimal ajër, po ja fuskot, po marrin për shembull një ftofë si Noctua në HD15 Chromax Black ose në HD SE-a, ose ku gjon Be Quiet Elite ose në gjë e tillë, domethënë nuk ka ftofës me ujë, nëse ato janë mjaftueshëm për atë procesor, nuk ka ftofës me ujë që i rivalizon. Edhe sepse janë ftofësa që shkojnë 150 euro e sipër, këto me ajër. Ftofësi me ujë ngjap bukur, kjo është thelbi, edhe duhet kur këto ftofësat me ajër nuk bëjnë më punë. Pra nuk arrin dot më të menaxhojnë temperaturën. Unë nuk kam has me nej lloj bottlenecku deri më sot që për shembull Chromax Black nuk ma ka kryer. Le të themi edhe po more Ryzen 9 9950X 3D, që është procesor që nxefet goxha, ai e bën punën. Nëse don pastaj që ti të lushi qik me clocks, do të kesh maksimumin e ekstrem performancë, do shkosh me i ftofës me ujë 250 euro e sipër. Me thënë, do kapësh elitat e ftofësave me ujë. Edhe nuk po diskutoj Asusin, si po mora Asusin si shembull, Asus i shet një 50% vetëm memrin ke ftofësi me ujë. Pra, nëse merri ftofës me ujë Asus 400 euro, ke ftofësa me ujë 250 euro te Corsairi, që prapë shet emrin, po jo sa Asusi, që ja bëjnë punën mos më mirë.
Nga këto ftofsat më ujë zakonisht Arctic është ai mesatarja art, le të themi. Si ky që ka unë edhe ka goxha Ka goxha vite jetë s'di me vdek. Po Arctic jo vetëm që s'di me vdek, po është çmimi i mirë për performancë. Po nuk o më i miri, më thënë, kuptohet. Po që punën e bën. Po është mesatar, është goxha i lezetshëm. Kjo është ideja. Kasa duhet të jetë minimumi i mundshëm për të leju gjithë këto element të punojnë në harmoni. Pra ftofsi me ujë, le të themi siç kemi në rastin këtu, duhet të ketë hyrje e ajrit mjaftueshme. Për shembull, kasën që kemi ne aktualisht, kjo është i kompjuter mid-end, mund të themi. Pra ky ftofsi nuk mund të montohet në turi. Kjo kasë e lejon vetëm sipër, që do të thotë që kjo turiri i kasës duhet të jetë rrjedh. Pra duhet të jetë rrjedh. Nuk duhet të jetë i zonë, që të hyj ajrin maksimalisht, që të ndihmoj ftofsin me ujë që ta nxjerrë. Ose mund të hyjnë pastaj me ftofsa me ujë si 360 ose një kasë tjetër që montohet në turi, ftofsi me ujë. Në ballë të kasës edhe bën intake, hyrjen e ajrit, edhe ftoft maksimalisht. Po ky është procesor që nuk ka avatazh, domethënë ai ftofsi me ujë është overkill, është i tepërt për këtë, është ka hyrje zbukurimi në këtë rast, nuk është i domosdoshëm. Le të themi për këtë procesor, një ftofs me ajër mesatar normal e bën punën. Po meqense klienti ka qef këtë pamjen, edhe mund të ndryshojnë të ardhmen mbase procesorin, le të themi ka vuat e ftofsi me ujë. Pra kasa duhet të plotësoj këto kushte, jo kasa me xham turit, xham krah, xham kne, që ngja bukur as bëhet si gjë. Do të thonë këto lloj kasash nuk vlen. Gjëja tjetër e rëndësishme ke kasat është që nuk është e thonë që të kesh 4 fane apo 700 fane ke kompjuteri, domethënë nuk e bëjmë punën atë. Punën ke kompjuteri e bëjnë kasat cilësore, kanë edhe ftofse, hyrjet, ftofset i kanë të mira, edhe kanë hyrje të mirë ajri. Këto kasat që janë kineze kështu pa emra, si puna e grupit ushqimit, rrotullohet ftofsi, por nuk ka CFM, pra nuk metër për kub ajër nuk e ka të mjaftueshëm. Rrotullohet, çuditërisht rrotullohet, i shef ftofsat, fanet që po rrotullohen, por nuk ka hyrje ajri. Edhe po të nezësh në i shkrepsa në i gjë që ka tym, do e shohësh e me zore thith tymin. Ndërkohë që ke i kas tjetër që ka më pak xhiro në thojza, po që i thith shumë më shumë ajrin sepse është kasa më premium, si pasojë ka edhe ftofsat më premium. Edhe kjo e bën kasën që të ketë fane të mira, pra është e rëndësishme që kur bleni kompjuter mos urreni nga ka 700 fane, një e tjetra, për shembull, ky kompjuteri këtu ka 3 ftofsa në hyrje, ka një dalje. Do thoni ju, pse nuk shto edhe një 2 lart? Qofse unë vej 2 ftofsa këne lart, ky ftofsi që është këtu përpara, në fillim të kasës, do mfithi ajrin e këtij fani këtu para, pra këto do eliminon njëri tjetrin. Ky në vend që të fusi ajër edhe të bëhet korridor, që të ftosi pjesët në vazhdim, ky fani këtu do ja marri ajrin edhe do e nxjerrë jashtë. Nga këtu edhe s'do bëja si punë. Pra këto dy do janë kot fare. Pra nuk është e thonë që ti të vesh se s'bën shumë fane dhe të bëhet puna. Për menimin tim, 3 para, 1 mrapa është optimale kur ke ajrosje të mirë, maksimumi kur ke kas gjatë madhe, jo të shkurtë si kjo, se kjo është shumë kompakte si kas shef vockël. Mund të vesh edhe i fan ngjit me këtë mrapa, pra 2 dalje e 3 hyrje, le të themi. Kur kasa është e hapme nga sipër, siç është kjo, me termodinamik, nxehtësia shkon nga poshtë lart, pra avullon. Kështu që duke qenë e hap, pjesa tepricat e ajrit nxehtë dalin vet, nuk ka nevojë. Kështu që kjo është ideja, plus që karta grafike do doj ajrosin e vet. Se unë ngela tu fol, po ky kompjuteri duhet asambluar. Po. Hiç mendje. Kështu që unë e bërë që rregullime. Sqaruam dhe kasën, po pjesë tjetër të rëndësishme që duhet ta kenë klientët parasysh kur ndërtojnë një kompjuter? Klientët ta kenë parasysh kur ndërtojnë një kompjuter, që kur i shkruajnë kompanive tjera, mos t'i thonë që shiko se kam pa filan vet një kompjuter me këtë çmim sa do ma lesh ti herë, se është kancer. Shumë problem. Blej aty ku do. Edhe s'ka nevojë për kuriozitet e tepërta. Këtë duhet kenë parasysh klientët. Përveç asaj. Se nuk ne intereson, po jemi të lumtur me të ndihmu. Pra se na takon. Si shkoj rim. Që pjesë tjera. Cilësia pjesëve.
është ajo që diskutuam, pra ideja është këtu, po shumë e rëndësishme. Ta zem. Që duhen me këtë ndorë, s'dua si gjo, du këtë. Ta zem, kemi një Intel Core i9. Ta mbaj unë Tutja atë kot. normal. 14900 KF. Ultra 9, 285 K. Kemi procesor tillë. Edhe kena pa këto kompjutrat që i fut një board low-end të tipit H810 me Core i9 edhe me i ftoft shu mbi Core i9 që është për Core i5. Çanov është që boardi normalisht duke qenë se është low-end, është shu board i lirë, gjithmonë hym ke marka të mos shkojmë ke këto që janë to Suno, Sumo, Suma, gjonë që janë ca borde kështu AliExpressi, po rrim ke bordet që janë Gigabyte, MSI, Asus. Rasti më i keq as ROG. Rrim ke këto, domethënë, për mua s'ekziston kompani tjetër përveç tyre, domethënë, unë edhe as ROG-un se shtyj dot, domethënë, po që po e diskutojmë si kompania 4 që djeg 9800X3D. Tashi, Gjitha produktet duhet ndet larg nga Sroku si kompani apo ka? jo, as ROG-u vetëm bordet si ka të mira, po çuditërisht kartat grafike për shembull i ka Monster, i ka shumë të mira. Kartat grafike i ka më vërtet goxha të mira. Edhe këto grupe të ushqimit që i kanë nxjerr tash duken mirë, nuk duken keq. Ne biles kena marrë një me testu, me pas si do eci, edhe pastaj do vendosim, do fusim sasi apo jo, se kështu veprojmë ne pak. Marrim një sample e testojmë. Po ushqyn teste dhe neti mirë, neti parametrave, atëherë mund të blejmë sasi. Po bordet nuk janë gjë, domethënë nuk shquhet për bordet mira. Bën shumë sakrifica ku s'duhet, lufton ke çmimi sa më i ulët me parametra sa më të larta, është i kombinim që nuk ka sens logjik, nuk shkon. Edhe detyrimisht do dalin ai idiotlik, domethënë. Kjo gjë. Kështu që për sa i përket as ROG-ut, si më thon, nuk jam dakord ke bordet, po jam dakord për çdo gjë tjetër. Ekranet nuk ja kam testuar, kështu që nuk di ç'a them. Nuk i prodhon vetë normalisht. Shumicën e tyre edhe kjo është pse i dalin la kurse bordet i prodhon vetë. Si duket, s'nuk. Ke bordet s'është gjë. Ti ishe skeptik që do hyte karta grafike te kasa ime, po hyri shumë mirë. I qikësi e madhe për atë kasë, po e kasa është e studiume për atë punë. Thjesht thash ngreje qikë shumë. Duket se donte ta mante për vetëm. Mu ma ka bodhurat Geri atë, kështu që për vete e desha. Geri s'më tha mu mere ta kam bodhurat, jepe Lorenz. Ishte mere ta kam bodhurat ty. Ka interes ta maj më mirë më mua. Që e ti bëjmë. Po, ishëm ke Sroku. Ta ideja është kur vesh në procesor që ka i farë vatajë, shivi qike dhe bordin, do më thënë, kombinoja me i bord që i plotëson ato parametrat e procesorit. Jo, më thënë, duhet një bord që ka VRM, po VRM e ke bordit, fazat e power phase, është grupi ushqimit i kompjuterit brenda. Do më thënë, a i qa bën? E merë voltajën 12 volt e thamë shpar nga grupi ushqimit edhe e konverton në voltajë stabil për procesorin. Pra, është shumë i rëndësishëm që ky është grup ushqimi në vetvete. Pra, e njëjta filozofi pune, si ke grup ushqimi që duhet premium, duhet tjetë edhe ke bordin. Nëse ti merr bord që me zor rrin kom të vete dhe do mi vu edhe një 2 ton për sipër pesh, më vje keq, më kupton? Mos u trem qose minimalisht hap krahun bordi. Çfarë do të thotë që kur nxefet aq shumë power phase, sa shko 110 gradë. Shkon mbi 100 ose kalon 80 që janë teknikisht, do të thënë për kompjuterat e ri, 80 FPS është threshold, nuk duhet ta kalosh atë. Kur shkoj 100 për kohë gjatë, bordi mund të hapi krahun mas 6 muajsh, mund të hapi krahun mas 5 muajsh. Mund djeg edhe në gjatë gjatë procesit të marrin procesorin me vete. Kështu që kur vej Core i9, kur vej procesor high-end, shkoj nga mbrapa me bord mid to high-end, do të thënë që të ketë fazat paktën të plotësojnë mbi minimalen, thamun, të jenë mesatarisht kompatibël me ato që do me bë. Me jep një përgjigje të shkurtër. Vi unë edhe kërkoj një kompjuter të mirë edhe të lirë. Qa është kjo shprehje? Du kompjuter të Shpreha mirë e e të lirë. shumicës së klientëve. Du kompjuter të mirë e të lirë. Mund të realizohet? Kam një kështu si që shkon me rime atë. Jo, më mirë leren ma shpjego parim. Jo, e kam menje. Ja, okej, maj për vete. Po pa maj për vete.
Pa disa shkon me atë mirë e lirë? Po. Do më dalin dirë se du me thonë, po, nesër si më të them pastaj. Po. Tashi, qa deshe edhe herë? Mirë e lirë? Një kompjuter të mirë dhe të lirë. Tashi unë s'kam qenë herë fan si pjesëve të përdorme. Po kështu si kanë shku punët tashi që është bo keq. Po detyrohen mbrop të klientat të shohin për karta grafike të përdorme. Problemi është se shumica drejt që marri janë filtru në mining. Pra, kanë pas përdorim jashtë masë shumë të keq, edhe po shtrejtohen shumë se ka abuzim treg pa masë, kështu që ato po shtrejtohen për te vlerave që kanë reale, do më thonë që nga përkosh plenash për shkakun që kanë qenë, tash po shiten nga 300 euro, kështu që si plere e shtrenjtë po bëhet. Kjo mund, nëse njihni personin që ja blen një kartën grafike, keni besim, do më thonë ke fjalët e tij. Mund të bleni kartën grafike të përdorme që dali mirë e lirë. Sa jetë gjatësi ka një kartë grafike e përdorur? Kjo është relative, në varet. Nëse është përdor mining, normalisht ajo fakti që është gjallë është mrekulli. Tjetër. Po prapë varet si është përdor, për shkak klienti mund ta ketë përdor shumë keq, mund të ketë bë overclock. Mund ta ketë gjatë gjithë kohës se mos harro kur bë gaming karta grafike në varësi të përdorimit, se shumica nuk i bëjnë kap as frame-eve. Nuk e bëjnë kap frame-in, e lejnë kartën grafike të prodhojë frame pafund. Ajo karta grafike mund të nxjerrë ty 700 fps aty sipër, ndërkohë ekrani jot është 144 Hz. Ti 144 fps ke të dukshme. Po karta është të punu për 700 fps. Pra karta është të përdor 90% kod. Kur ti mund ta përdorësh 30%, 40%, edhe i shef ato frame që ke. Normalisht duhet ta bësh kap pak më shumë. Kur thu 144 fps, Hz, le të them, kur ke 240 Hz monitor, le të them se 144 ekziston më për mendimin tim, po. Ke 240 Hz monitor, duhet t'i bësh kap ke 300. Se po ja bën fix, do të rritet latency. Që kthehena prap ke një muhabet më përpara se lam pa thonë. Këto cloud gaming. Ta mirë se do kthehemi aty prap. Po mirë. Vazhdo këtu ku ishim. Për shembull, me që ishim sa zgjat një kartë grafike e përdorur. Kjo që të fali Geri ty, po që realisht të bëj imi. Kur të fali Geri, unë i kam ble me lek. S'kam nevojë për asnjë unë i blej gjitha me lek. Po që u bëj imi, ata shi që mos më shkoj mundi. Nona si e kaj. Me i njishi më si e kaj, me këto kokshpullat, më falë për shpreh. Shej këngëtari kosovar, kam qash shumë pare se du me qeli bank. Po mirë. E ke? Na bëhet qefi. S'kom faktikisht, po asa i s'ka, po kot bo. Që mos më shkoj mundi kot mua, që po e vendosa kartën e re dhe bëra ca kështu. Sa do më zgjas kjo që ka përdor Geri. Tu hym ke personi besueshëm, ne atë kartën që na ka fal Geri. Na ka falë se ne i kena shit Gerit një 50-80 atë shi, edhe thot Geri, shiko, këtë me 80 po model më përpara, le ta mbaj Lorena. Më plas fare, kupton, merr ta kom falë tha mu. Tjerët e shesin nga 3-400 euro, kupton po. Për shkak në rastin tat Geri është përdorues manjak i kompjuterit vet. Është manjak, pra është jashtë mase i bën. Manjak do të thonë që ja nxjerr shkumën. Ja nxjerr shkumën, po e mirëman jashtë mase. Pra shi fiksum ke pajisjet e veta, edhe unë Geri se kam marakun hiq në këtë aspekt. Po, është një ndër profesionistat shqiptar që investon shumë te pajisjet. Po, ajo është profesionizmi, mëse ti je profesionist edhe me pajisje kështu që ke mundësit me i ble, po nuk investon, ajo është edhe pjesë e investimit, domethënë, ke vetja. Ose si investon ke pajisja. Po, nejse, po thoshim, sa do më zgjas mua kjo karta dhe klientëve të tjerë që blejnë kartë përdorur? Qa mund të shi, profet? Pa mesatarisht, me që ka që experiencë. Ajo është gigabyte gaming, kështu që gigabyte gaming us kam pa në një tu djekë deri më sot. Që me përdorim normal. Shkon përgjithsisht ka shku puna historikisht që klienti, ma e që i këtë ftofë se të lutem që mos në bijane. Klienti ka ndru kartën se ka dash performancë më të mirë. Edhe një pjesë e mirë aty në kartave kanë përfunu te koleksioni jone, janë akoma kështu funksionale. Që s'pare gjithë gjohë, do më thonë në rastet ralla, plus që nes ti s'mamen, unë s'majmen
në i gjohë kështu që në i kartë që ti dhe kisha ato 20-60 12 gigshe që pas një klienti jonë që e solli jashtë garancisë se një mundot. S'kena pas probleme me këto kartët, po t'jenë markat mira, po të blesh colorful, manly, a ku digjon që janë to kartët grafika, fillojmë ka ato emrat me sumo që janë to. Atje pastaj, mos prit performancë rrath parë, po më e keqja është s'ka performancë, me vogla është s'ka performancë, më e keqja është që hap crown karta, digit. Pra, në rast se blini te një person i besuar ose që përdorme, me i person besuar, okay, po kështu kuturu e kam përdorun vetëm 4 muaj, betohem edhe një 6 muaj apo një gjë tjetër, to përgjithsisht nuk janë të vërteta, janë rrena. Përgjithsisht janë super të përdorme, domethënë. Ky është problemi i kartave grafike. Edhe pjesëve tjera, po karta grafike amortizohet shumë kollaj sepse është chip BGA, chipet BGA janë plera si natyrë, domethënë janë chipet më mizere që ka kompjuteri. Këto chipet e grafik, quhen chipet BGA. Janë të ndërtuar shumë keq. Domethënë kanë performancë, kanë një gjatësi të ulët, pritet një gjatësia ulët këto. Kështu që ta hiqim këtë. Duhet kishte i splitter kjo. Unë s'pe e shoh splitter, shef sa burr. Kur splitter? Pump header, po. Ka. Është i çfarë pyetje ke tjetër? Po, kështu siç ma bën ti çfarë pyetje ke tjetër. M'duket sikur po më pyet ti mua jonë. E kam menen ke asamblimi, se du me kryer edhe punë, se shkoj ora. Po thosha që a është e trisht që të përfundoj gjithë industria e kompjutrave në cloud? Po nuk anës... ka si përfundom ose jetu lut Counter-Strike. Counter-Strike tjetri të lviz në ping, të lviz në milisekonda. Të reality të Counter-Strike. Po ka me lojë, Call of Duty, Counter-Strike, Valorant, PlayerUnknown's Battlegrounds, Overwatch, janë fast-paced. Këto lojërat dun latency. Tashi që ta kuptojmë se si është latency. Po rrim ke bordi. Një bord premium është i përbëm, i ndërtuar nga bakër 100%, ka baset që janë rrugët ku pjesët komunikojnë me njëna tjetrën, për shembull, baset ka mes procesorit e RAM-it. Sa më premium e sa më të shpejta janë këto rrugët, e sa më të mira, aq më shpejt punon informacioni, datat mes procesorit edhe RAM-it, aq më stabil është ke blue screen-e, më the tash ma profilin, ma overclockun, XMPO ose XPO, AMD apo Intel. Edhe punon sa më mirë edhe ulet latency. Sa më mirë këto aq më i ulët është latency, domethënë. Kur ti ke bosh me bord patate, që s'është në gjë premium, që i ka këto baset jo fort këndshme, më the thash edhe nuk të mas profilin, rritet latency. Tashi, kur ndikon mrena kompjuteri këtu, imagjino tashi ti do me lut Counter-Strike nga shtëpia jote, nëpërmjet Digicom Appcom ku digjon, edhe do lidhesh me një server në Australi apo në Gjermani ku digjon këne nga Europa, edhe ti do latency, si do latency ti. Do më thonë, ai që e ka kompjutin ke shtëpia, që s'është idiot si ti që ke bo vaksinën, ai që është ke shtëpia, të myt, sa ai që i del para, edhe duke qenë noob, ai të vret përpara, sa ai të shef më përpara, gju përpara teje, reagon përpara teje, s'ka tick rate-in e lartë ke serverat, s'ka packet loss si puna jote, ka latency-n ulët fare edhe të vret. Edhe ti bosi një shkot se e të lutë në cloud. Ky është problemi, domethënë, si do me luajti në cloud i gjotë tillë, domethënë. Tash imagjinojmë, procesori është kompjuter ke shtëpia, RAM-i është diku ke Italia, karta grafike e ke diku nga se ti mund të losh ke server në Gjermani, po edhe është ke serverat e tjerë, është në Azure atje në te Microsofti, edhe ti do latency, a kupto? Mos u bëni idiot, se nuk funksionon zbëzhur. Është shumë i rëndë. Se ke vënë mirë këtë. Jo, pas desha të bëja zhurmë prandaj. Le të bëj. Pra ideja është që nuk ekziston më cloud gaming është gjatlik. Domethënë cloud gaming është you will own nothing and be happy. Nëse ju doni komunizëm, se këtu ke disa parti, ke këto që kanë interes që ti të bosh subscription edhe marrëdhëniet seksuale me gruan, domethënë me kartë, nëse do kështu, domethënë do je dakord ti pro kësaj. Unë s'jam dakord pro, s'jam pro kësaj. Unë du që kompjuteri të jetë i imi,
S'du të kem subscriptions, s'du ta bëj mor makinë BMW siç e boni BMW-ja që merr me nes mas 3 muajsh nxetin ke Sedilja, thot ai you have to subscribe. Duhet bosh subscribe ti, nxemin ke Sedilja, $8 në muaj. Se sa ishte atëherë. Kjo është idiotlik komplet, domethënë, kjo është një në arsyet. Arsyeja tjetër është që këto duan profitim, domethënë arsyeja tjetër pra përveç profitimit është që you will own nothing and be happy. Pra duan dele, duan sa më dele, sa më ignorant, sa më i paaft, sa më pa gjak ti është në trup, aq më shumë lek bëjnë ato, aq më shumë profitojnë nga ty, domethënë, kjo është gjithë ideja. Janë gjithë në tavë këtu, janë disa celula, domethënë, që po luftojnë me bëj gjë të tillë. Tashti kjo cloud gaming nuk funksionon. Mund të funksionojë me një Super Mario, mund të funksionojë me një lojë kështu që jeni mësuar me lut në konsola me 30 FPS. Mund të funksionojë, ke parasysh, po jo fast paced gaming, jo me kundërshtar. Domethënë ashtu nuk funksionon. Do të vras gjithmonë ai që ka më pak latency, që ka më shumë akses. Kjo është çështja që duhet kuptoni, domethënë. Mos u bëni dele. Pra, sipas teje, gjithmonë do kemi një kompjuter në shtëpi? Jo, unë s'po them që gjithmonë duhet kesh, unë po them që gjërat në jetë duhet t'jenë, kur i ble, t'jenë tujat. Është tjetër gjë, zgjedh ti, ke mundësinë, pra jetojmë në një vend ose në një sistem ku ti ke mundësinë me e ble, ose ke mundësinë me e marr me qira. Puna ime se si zgjedh, po kur ti më mohon të gjërat, aty është problemi. Kur ti do të se s'bën që unë të shkoj në një drejtim të caktuar, duke pas lirinë e Zotit me pas zgjedhjen, domethënë ti do më heq se do me vu satanajin për Zot në vend Zotit, domethënë që është lart. Atëherë këtu është problemi, këtu e kam problemin unë. Ky është problemi im me këtë sistem. Çfarë pyetje tjetër kishte? Po në të ardhmen, jo. Shiko se do të kategorizoj si Tash në të ardhmen dy gjëra janë. Biseda më e pakëndshme, kështu siç po. Unë thash. Në të ardhmen ti thua që Çfarë them unë? Cloudi nuk do të përmirësohet edhe nuk është zgjidhje? Po si do të përmirësosh më vëlla, merr infrastrukturën më të mirë në planet, internetin më të mirë në botë. Shtroj kablat fiber komplet. Unë po të them mrena kompjuterit këtu, mrena bordit, mrena një sipërfaqe, sa është kjo? 60 me 30 cm me 25. Po s'je bordi premium ke latency në lartë. Ti do të shi latency me mijëra kilometra? Do i motherboard me mijëra kilometra të madhe dhe pret latency? Po bëja më si dush. Dëgjon, bëjeni si doni, domethënë nuk e arrin dot. Nuk ke latency nga i gjë e tillë. Pra nuk janë të vërteta. Praktikisht është martesë me gjithë intimitet, po online. Se di unë si mund ta bësh i gjë të tillë, domethënë që ta shfrytëzosh partnerin fizikisht online. Nuk është një gjë, njëjta gjë. Mirë, më janë martesat me AI, me holograme kështu gjë. Kjo pra, këtë idiotlikun po diskutoj që mos me u boa, kupton se këto që martohen me AI, domethënë këto zakonisht nuk din ku janë vetë, janë kështu Don Kishoti. Me fjalë të thjeshta, edhe 10 vite të ardhshme do vazhdojmë të kemi kompjutra, nuk është se po vdes. Do vazhdojmë, po do jeti çik problem. Domethënë deri nga 2028 është kjo faza tranzite që njerëzit është e njëjta gjë. Domethënë kur dolën këto të Covidit me vaksinat, njerëzit u bën, duhet të bësh vaksinë, fillon të uzimi njëri tjetrin, masi filloi të u trash gjaku, të u trash llapa dhe të u hap krahun këto që kishin bë vaksinë, të e kuptu që o bobo që kena bë vetes. Atëherë fillon të u kundërvu. Kjo gjë do ndodhi prapë, mos i ta han. Po mirë, 2028 as është shumë larg, po them mas 2028-s. Ndërtimi i kompjuterave. E kena foli herët pjesë. Kush do le të shofi serinë e kalume të 10-orit, mos ka bëj. Që kena fol për këtë, se më trashet është. Si përfundim, kush është i apasionuar dhe do të ndërtoj kompjutra? Po. Do vazhdoj të ketë kompjuter fizik në të ardhmen? Po do vazhdoj se njeriu adaptohet tash herë, domethënë do blen kompjuter të përdor këto që i kanë s'do i shesin, do i majnë. Ka, domethënë, ekziston një teori tash, një teori konspirative, kjo fjala kështu, që Nvidia për shkakun është tu ble kartat të përdorme. Domethënë që mos të kesh ti akses ke kartat, është fut duke ble një beje ku ti dali para kartat të përdorme. Serin 30, 20, serin 10, se 10-80 Ti akoma më lartë, domethënë me 30-60 pak a shumë performancë, çik më poshtë. Pra, është tu ble edhe këto të vjetra që ti mos kesh akses.
Po prap nuk I shmangesh dot, më njeriu gjithmonë adaptohet, ato janë njerëz të ligë që nuk zënë mend nga historia, domethënë edhe gjithmonë historia përsit vetveten. Ky është problemi me këto. Kështu që unë them se këto do e tentojnë edhe do I dali vrim në ujë, siç I doli me Covidin, domethënë. Prap do I dali kështu keq puna, mos them që nuk e di, do shkojmë me pik mbase që Nvidia nga $5 trilion kompani, mund të shkojë edhe që të blehet nga I tjetër, mund t'i bi stoku komplet, se kjo është flus komplet, më të lek janë kështu flus, ke fry njëri tjetër, domethënë, edhe bëhet kështu me triliona kjo, ndërkohë që s'ka fare, s'ka lidhje fare me atë pjesë. Kështu që sa I rëndësishëm është menaxhimi I kabujve? Menaxhimi I kabujve është apo mund t'i lidh kështu, mjafton që të shkojë ushi. Po më varet se sa respekt ke për veten, tash mund dal edhe brek në rrugë, po mund të vesh edhe xhinsa, ke parasysh, po ideja është funksionale. Po funksionale është edhe, me brek prap I mçef jam. Po ideja është zgjaj bukur. Kështu që nga ana funksionale menaxhimi I kabujve është minimalisht pika A me B, duhet lidhet, edhe duhet të jetë funksionale, pra që ose unë lidh pikën A me B, po fus estetikën B funksionalitetin, mund të shkoj puna që ngjan shumë bukur, po është makabritet mu punu më të. Pra, duhet të jetë I mix mes menaxhimit kabujve funksional, pra që ti do punosh prap në atë kompjuter me ato kabuj, po duhet ngjaj edhe bukur. Kjo është rëndësia e kabujve, s'ka ndonjë filozofi, domethënë, menaxhimi I kabujve kaq është. S'ka brir. Po mos e bëj kompjuterin që sa bukur ta kam ndërtu, edhe kur hap kapakun mrapa, dalin kabuj ta fusim shpull, domethënë se me zëra Antonet aty I kalon kështu, thjesht I ka rras. A shumë mos e bëni kompjuter. Më mirë ndërtojeni vetë, kam thonë, se sa shkoni nëpër dyqane që ndërtojnë kështu kompjuter. Tjetër? Qa ka tjetër? Qa do më për Belulin? Qa ke ndonjë gjë që ta caron më shumë në ndërtimin e I kompjuterit? Se unë kam një gjë. Gjo kam problem me këto që ndërtojnë kompjuterat, që hapin dyqanet në rreth pare dhe thojnë qa hecën, fur buke, du me hapë fur buke. A ki bon herë buk, a di me bë brum, po ja, po se mësoj gjatë rrugës. Këta janë veremet e mia, sepse I kena pas sa bukur I bëjnë kompjuterat mrapa, pra kur punën, si çdo gjë, edhe ke ndërtimi I kompjuterit, I far profesioni është. Kështu që kur ta bësh, bëje se e ke qef, jo se do me bë lek, se ecën. Sa vite ke ti që merresh me këtë punë? Kompjuterin e parë unë kam pas 93, 95. Ka qenë me Windows 3.1 edhe DOS 6.1. Sa I lash që qeka? Isha kalamov, isha I vogël fare atëherë, ma ka fut daja më gjak. Daja imi vogël, më ka pas fut gjak këtë anën teknike, ma ka pas fiksu fare, do më thonë. Edhe jam ka ato dorët e vjetra Doom 1, ku t'i gjonë Quake 1, ku gjonë Warcraft 1, që kanë qenë të Fallout 1, Dave, e plot lojnë atje, Wolfenstein 3D. Pastaj kompjuterin e dytë në upgrade mas ati kam pas një Athlon XP 2600 Plus, socket 939, që a fus kote që se ma e men mirë, po 2002, 2001, fakt. Pastaj kam kalu në AMD Phenom, ja, në AMD Athlon, socket AMD2, po, më mrapa, pastaj kam marrë Phenom 2, 6 core, 1090 ka pas qenë atëherë, pastaj Bulldozer, pastaj Intel, se Bulldozer I doli I shpu, pastaj që atëherë mrapa Ryzen. Pavarësisht se kam edhe një Core i9 në koleksion. Që në vitin 2000 deri tani, po, se s'mund quhet ai kompjuteri I vjetër, atëherë s'dish, vetëm disha me përdor kështu me lut. 25 vjet. Po disha mirë edhe atëherë që mund ta qush. Për shembull, atëherë ka qenë, atëherë praktikisht ka qenë si Linux, çdo gjë ishte me terminal. Do thonë, do futesh në DOS, do shkrushe me hyrje direktori, do shkrushe emrin direktorisë, ku do më fut, si do më fut, çfarë do kopjosh nga ku te ku, ishte, kështu që le të themi që 95. 95, po. Që kur isha çerr I vogël. Po që po merresh nga ana profesionale, tash le të themi që ke 20 vjet? Paka shumë pa. Po. Me që e kishim diskutimin që parë që në ratë se do më e bëj gjë, bëj me qef. Vazhdon ta bësh me qef e mas 20 vjetëve? Po ti pse më pyet ti, do që ta din tjerët. Se din ti si bëj. Po të tjerët se unë. Ne çdo kompjuter që ndërtojmë, jashtë reklamave,
E admirojnë vetje, po s'na pëlqeu, po s'më pëlqeu mu kompjuteri që bëj, nuk ja bëj fare klientit. Fare. Nuk Po më ti si je intereson. biznesmen. Vi unë edhe them, dua këtë kompjuter. Po. Pavarësisht se... Jo, unë jam biznesmen, po s'jam legend. Ka i ndryshim. Unë jam e fiksuar, dua këtë kompjuter me këtë parametra, këtë markë. Pse s'ma jep ti? Parametrat i japun, po pjesët do jenë ashtu si tham unë, jo si thu ti. Po unë kam fiksim... Do të plotësojnë ca kushte minimale, po shko blej në dyqan tjetër me që ke fiksim. Ke dyqan e plot. S'ekziston, s'është më koha që s'ke rrugëzidhje, s'ke zgjedhje. Pak në ke pjesë. Shumë agresiv dhe shumë i sjellshëm. Me i pasjellshëm. Po s'është puna e pasjellshëm, unë tash kam një limit të cilësisë. Pyeta çfarë po interpretove pyetje ndryshe, por gjithsesi dhe i shpjegim, kështu që s'prish punë. Cila është gjëja që e ke si hal në sy në asamblim? Cable management. Po në një pjesë që ta caron, që për shembull pse e kanë projektuar kështu. Cable management. Po jo, pse e kanë projektuar? 150.000 kabuj. Po mirë se është standardizim tash, do më bë kështu si Apple-i që vetëm unë HFD, s'ka lezet. Më mirë të ketë shumë kabuj, po të ketë liri zgjedhje, se sa mos të ketë kabuj edhe të bëhet kompjuteri i ftohtë edhe legend kështu edhe idiot edhe pa emocion fare kur e ndërton. Por më duket mua, po kam vull keq këtë. Shumë është kur bën muhabet edhe punon njëkohësisht, si e për atë punë? Duhet ishte kne. Po jam pu kne. Ndroje prapë, s'ka gjë. Jo, s'prish punë, ja. Thjesht ideja është i du nga ramet e po i du nga kjo. Ore, çfarë kompjuteri ke në shtëpi? Sa kush e di çfarë kompjuteri ke për vete? Pyetja numër 1 e dyta, atë le gruaja të luash. Gruaja mu m'le me lujt aq shumë sa ka herë detyrohem se e shoh kështu të shkretën kështu gati tu qajt, që s'ja var, se los me çunat në darkë, pa ema se unë los rradh. 2 herë në javë Counter-Strike nga 5 orë deri në 5 mjesit, po ideja, do të thonë. Shumë shembull i keq për shoqërinë. Si shoqëri me Loren? Kështu që ja hoqëm Shoqëri me gotë? Ja hoqëm kuriozitetin Leonit që pyeti atë le gruaja Albano me lujt. Po, ai shoku jon pyeti dhe mori përgjigjen. Që mu gruaja m'le me lujt. Tash ideja është unë këtë. Po jo gjithmonë aman. Ty Gerit le gruaja me lujt? Si grume? Po. Lozim bashk. Pyetje s'parë s'mu përgjigje që kush e di çfarë kompjuterit fuqishëm ke. Tash unë kompjuterin maj ajtë sa bë punë. Me drita, me kështu. Po me drita kam unë, pse se kam me drita. Me drita ke? Po, në mëngjes. Atë le gruaja me lujt dhjetë se a kam drita, s'kam drita ke shtëpia i zoti mua. Po mirë, unë jam me vetmja ndërtuese kompjutrash që s'luaj fare, kështu që. Po, që ta dini, kompjutrat më të shtrenjtë që ka bëu GW Computers, GW apo dëgjon si. Jo, mos e nxirr të sekret se nuk vjen më të blej njëri. Gjithsesi, kompjutrat më të shtrenjtë që janë ndërtuar dhe më të detajuar që janë bëu këtu, nëse shihni aty ke fotot sa kompjutra ekstrem dhe ju shko goja lëng, ka ndërtuar Lorena. Lorena është më detajistja ka gjithë ne këtu për ndërtimin e kompjutrave. Edhe ky kompjuter është ndërtuar nga Lorena, që e përdor për vetën e vet. Por jo të gjithëve ja u themi. Si ja themi se çanodh për shkakun. Vjen ai klient edhe ka besim ke Albani, se ne jena i çik shoqëri kështu konservatore, konserv. Maskiliste, domethënë nuk e perceptojmë që ferma mund të jetë. Jo, ka ndryshuar. Ka ndryshuar, po ekziston ngel te kompjutrat nuk e din për shkakun. Edhe vjen ai njëri që e ka i çik pamjen kështu shumë konservatore, domethënë. Edhe më thot Lorena që është asamblu kompjuterin, them unë shtu ardh filani, ku gjon, Ermali, gjon. X-i. Edhe thot, hajde bëj sikur pa asamblo ti, se do vi këtu dhe do thot për shkakun që se s'po e bën ti këtë kompjuter, s'to e bë Lorena, po, edhe bo me dal në problem, do thot, ja se e ka bë Lorena, pra ne s'punon kompjuteri. Ka edhe kështu gjonash, domethënë. Po me dal në problem që nuk ndez Chelsea në PSU, sa thot pse nuk ndizet kompjuteri. Jo Lorena se mbona me ndru kot tash se mirë kisha asamblu pa iktish. Po vetëm i ke fal. Bona me eq vida tash i kot. Sa të çaj vetëm, më mirë çaj ty? Po. Më kollaj. Më e thjesht.
Kështu na thuj tash ndonjë gjë për çunat, në i këshill, Po boll në këshilla i dhash? shpresë, që a do bin çmimet, sa të durojmë edhe Shiko, çmimet, çmimet stratosferë janë, po ne për shembull po na dalin ramet diku ke gati 40% më lirë se sa që janë realisht. Kështu që fal Zotit madh, lart, faleminderit Zotit. Pavarësisht se në ekstrem, domethënë, ka, siç thot edhe Zoti që dashakeqës, si thot njerëz të lig bëjmë plane, thot, po njëkohësisht edhe unë bëj plane, thot. Edhe planet e mia, thot Zoti, janë perfekte, të mrekullueshme. Kështu që unë them që vazhdoni jetën, edhe mos u akoma dëshpëroni, munoni ti mos u tremni, s'ka ne gjë më trem, ka dali çik më shtrenjtë, po mos harroni që kompjuterat për shembull para 2010-s e më e men, para 2007-2008, diku ka 2000 deri në 2005-ën, ti merreshe 1500 euro kompjuter qelpsinj që s'bota si gjë. Do të thënë bleshe shumë shtrenjtë një kompjuter që ishte kot fare, s'bota si gjë. Në atë kohë konsolat ishin kështu 7 herë fuqia e kompjuterit. Ishte tjetër gjë komplet. Ose unë se kam arritur, me që kam qenë kështu i lindur atëherë, po i pa formuar. Kanë qenë kompjuterat përpara në 80-ën, bota një tastier mekanike ishte 3 deri në 10.000 deri $20.000 një. Do të thënë, një laptop ishte $5.000, 7.000 euro, 6.000 euro, 10.000 euro laptop. Ai që kam pasur 95-ën, e më men ka pasi tag price, çmim për kam pasi laptop në thonjza që ishte praktikisht kompjuter portativ, quheshin portativ, kështu nuk quheshin laptop, domethënë quheshin kompjuter portativ. Edhe ishte me një ekran që u kthehej ato mbyllte me floppy diskje, 1.44 MB dhe 1.2 MB. 5.25 inch, domethënë. E madhe floppy disku, ato kanë qenë peshote shumë. Ai ka qenë diku ke $7-8.000 ky kompjuteri, edhe i kompjuteri tjetër ka qenë diçka e ngjashme në çmim, 64 mega hard disk, domethënë ishte wow. Kështu që është se na mësu se kanë qenë shumë të lira gjërat, po tash janë trashi çik, janë shtrejtu gjërat. Po që prapë situata është më pozitive se që prisni. Deri diku. Po, do thënë, shpresojmë që do stabilizohet avash avash situata. Deri atëherë unë këtë po e marr. Edhe ky klienti këtë po e marr. Unë ja vura kartën e bardhë. 200-300 euro më shtrenjtë se sa para 10 orët, po prapë është i pranueshëm si çmim. E bardha s'duket daj shumë, po që jashtë. Po. E ca shenja gishtash në përçap, ti pastrojmë pastaj. E shikon edhe xhirimin e bëm edhe rregullimin e bëra unë, ti s'ke marruar akoma punë. Pse unë jam marrë me llapa, kështu që. Hajde marroje që ta ndezim në fund. Ta marrim masi të mbyllim këtë episodin. Mirë. Kështu. Kene pyetje tjetër apo do ikim flem nani sonte? Jo, nuk kam më pyetje për sonte. Mirë atëherë. Kjo shpresojnë të keni mësuar një gjë nga sot. Edhe unë pak kam mësu, pak kam shfry, më thonë nga nervat. Po që unë të shiesh ora, nuk e di kur do e shihni ju, po këtu është ora 12 e darkës, kështu që këtë kompjuter do e vazhdoj nesër. Nuk do e mbyll për sonte. Shumë mirë. Mirë? Mirë. Natën e mirë. Natën e mirë, gjumë tamël. Takohemi në episodet e tjera.